Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allah në madhura falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi sot takimin e radhës. Në takimet tona me fjalën e Allahut te barekuhu teala. Në takimin e kaluar kemi përfunduar elhamdulillah surën Al-Qamar. Alhamdulillah, në rrugtim pak edhe i sikletshëm për shkak të, domethënë, trajtimit të temave të kësaj sure, kryesisht me narrativ dhe intonacion kërcënues në raport me kundërshtarët dhe rebeluesit dhe refuzuesit e fjalës së Allahut te barekuhu teala. Pas surës Al-Qamar, pas surja Ar-Rahman, një sure që padyshim ngjall emocione dhe mallëngjim për çdo besimtar që pak din se çka përmban kjo sure në vetën e saj. Kjo sure, të ndërrodhëzër, nuk është e lehtë të komentohet, për shkak se mesazhet e saj janë shumë, domethënë, përmbledhëse dhe është një pyetje e madhe që përsëritet 10 herë në këtë sure. Dhe komenti i kësaj pyetje nuk është i thjesht ashtu siç ndoshta duket në shikimin e parë. Megjithatë, Kurani është i lehtësuar, sikurse ka thënë Allahu Azza wa Jall, prandaj shpresoj që Allahu na e lehtëson shpjegimin, kuptimin dhe përfitimin nga gjitha që po themi, e veçanti nga mesazhet dhe porositë e surës Ar-Rahman. Surja Ar-Rahman, të ndërozur, ka mospajtim rreth zbritjes së saj, në cilën periudhë ka zbrit, mirë për shumica dietarëve dhe ajo që është e vërtetuar edhe me argumente tjera është se surja Ar-Rahman është surja e Mekës. Ndërsa disa transmetime nga Ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu se është sura e Medinës, dietarët që e kanë vërtetuar se është e Mekës i kanë jep kahje të duhur këtij transmetimi që ka nga Ibn Abasi se është e Medinës. Nganjëherë një sure ka mundësi, domthonë, të rizvret, ka mundësi që nganjëherë një sure të përsëritet shpesh nga ana e pejgamberit alayhis salatu wassalam në kuptim të mesazheve, edhe të jetë, domethënë, si identifikim edhe Mekës, por edhe e Medinës. Pa ulshu në këto detajet e shkencave të Kuranit, domethënë me shumë argumente dëshmohet se surja Ar-Rahman është sura e Mekës. Edhe në aspektin e transmetimeve që është lexuar në Mekë, po edhe në aspektin tematik të kësaj sure, jep me kuptues se surja është e Mekës. Pejgamberi alayhis salatu wasallam e ka lexuar këtë sure në Mekë. Madje edhe sahabët e pejgamberit sa me kanë përdorur shpesh këtë sure në ballafaqim me, domethënë, dilemat e Kurajshve. Është e njohur se leximi i parë ndërsa publik kështu i Kuranit në Qabe është bërë nga Ibn Mesudi, i cili ka lexuar publikisht surën Ar-Rahman. Dhe duke lexuar këtë sure, padyshim, fillimisht kanë mbetur hutuar Kurajshtë e Mekës nga fuqia e formulimit, tekstit, kuptimit e kështu me radhë, e pastaj normal kur janë këndell nga kjo dehje, kanë vërshuar me goditje dhe rrahje mbi Abdullah ibn Mesudin radiallahu ta'ala anhu. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasallam këtë sure u ka lexuar edhe gjinëve në raste të caktuara kur i ka ftuar në udhëzim, po u ka lexuar edhe sahabeve, veçanërisht në transmetimin e njohur, në përgjigjen që ja kanë dhënë sahabët në fjalën e Allahut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, e cilën begati të Allahut ju po e mohoni, po e përgënjeshtroni. Domthon reagimi i besimtarëve ka qenë i heshtur në raport me këtë pyetje, ndërsa ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, vllazët e juaj gjin janë përgjigj më mirë se ju në këtë pyetje. Kanë thënë asnjë begati
o Zot që vije nga ti, ne nuk e mohojmë, andaj i tërë falëndrimi të takon ty. Dua të them që surja Ar-Rahman s'ka qenë veç sura që ka zbrit dhe është lexuar në kuadër të Kuranit, mirë po ka pas dhe prezencë të përditshme në jetën e besimtarëve, qoftë në diskutim, qoftë në lexim, qoftë në, domethënë, inkurajim brenda shumë stabilitet e kështu me radhë. Surja Ar-Rahman të ndërlozër është surja e vetme e Kuranit që fillon me emrin të Allahut te bareke ve teala. Nuk ka tjetër sure në Kuran që fillon me emrin Allahu xhallahu ala nga emrat e tij të bukur. Surja e parë fillon me Elhamdu, pastaj Lillahi, po ka Elhamd, falëndrim. Edhe surat 7 surat e mëdha në Kuran që fillojnë me Elhamdulillah. Pastaj ka surat që fillojnë me shkronja Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, kështu me radhë. Ka surat që fillojnë me madhnim të Allahut, sikur se kemi shpjeguar tek surja Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la. Në surat kanë fillim të ndryshëm, mirë po të fillohet një sure me emrin të Allahut azza wa jall direkt, nuk ka në Kur'an, përveç surës Ar-Rahman. Pastaj edhe përzgjedhja e këtij emri është shumë domethënës. Pse Allahu ka përzgjedhë që këtë sure ta fillon me emrin e tij, që është nga emrat më të mëdhenj të Allahut te bareke ve teala. Emri i Allahut Ar-Rahman të ndërlozur është nga emrat bazë për gjithë emrat e tjerë të Allahut te bareke ve teala. Andaj edhe është përmendur në surën Al-Fatiha, pas emrit të Allahut Allah, Rabb, pastaj është përmendur domethënë emri i Allahut Ar-Rahman Ar-Rahim. Surja Ar-Rahman të ndërlozur domethënë kryesisht sillet rreth disa temave kryesore dhe kyçe. Mirë po, këto do të sqarojmë inshallah gjatë trajtimit të ajeteve, por si prezantimi i përgjithshëm dhe njohuri për surën është se surja Ar-Rahman realisht dhe kryesisht flet për Allahun te bareke ve teala, për emrin Allahut Ar-Rahman. Pothuajse Allahu fillon këtë surë me emrin e tij dhe do të thotë, a njihni ju kush është Ar-Rahman? A dini ju kush është ky Zoti te bareke ve teala me këtë emrin Ar-Rahman? Ka qenë domethënë e njohur në Mekë se ky emër ka qenë emër shqetësues për Kurajsht e Mekës. Andaj disa transmetime janë se ka njoft këtë emër, mirë po transmetimet më të sakta se e ka njoft, por e kanë refuzuar nga inati. Domthonë nga se ky emër realisht ka qenë emër goditës dhe vetëdijsues për t'u kthy adhurimit të Allahut te bareke ve teala. Andaj edhe Suhejl ibn Amr në marrëveshjen e Hudejbiyes ka refuzuar që në fillim të marrëveshjes të qëndron Bismillahirrahmanirrahim. Ka un amma ar-Rahman fala na'rifu. Se përket ar-Rahman na nuk e njohim. Na nuk e njohim. Andaj filloja letrën qysh jemi mësuar na dhe para ardhësit ton me e fillu çdo takim. Cili ka qenë ajo? Bismikallahumma. Do me emrin tën o Zoti Allah, edhe pse emri Allah se kanë kuptuar ata kuptimi real, por e kanë përdorur të trashëguar nga, domethënë, shpallet e mëhershme. Mirë po e kanë njoft emrin Ar-Rahman, se ka transmetime të caktuara që ata e kanë përdorur si emrin atë. Mirë po, domthon ka qenë në shpërputhje me besime dhe bindjet, andaj edhe nuk e kanë pas shumë për çefi me e përmend Allahun me emrin e tij Ar-Rahman. Madje emri Ar-Rahman sikur ne e kuptu se është një identifikim direkt i besimtarëve që besojnë në Allahun te bareke ve teala. Kjo sure flet për Allahun te bareke ve teala dhe flet për disa baza të rëndësishme, kuptime me të cilat ndërtohet komplet organizimi i jetës së besimtarit. Në kjo sure ka baza fuqishme të ndërlozur si duhet një musliman me ndërtu vetën e tij, si duhet një besimtar me i përmbush kuptimet e duhura në raport me Zotin e tij, në raport me vetveten dhe në raport me atë që e rrethon nga begatit e ndryshme të Allahut te bareke ve teala. Pra është një sure të rëndësishme dhe një sure domthonjë që padyshim besimtarët duhet me lexu shpesh, por jo në kuptim të leximit, por në kuptim të njohjes së kuptimeve që dalin nga surja e Ar-Rahman. Surja Ar-Rahman, sikur se thashë, ndërozë vjen pas surës Al-Qamar. Dhe surja Al-Qamar ka përfunduar me domthonjë nderimet që Allahu ia jep besimtarëve. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Don ata besimtarët devotshëm do të jenë në ulset edhe në nderimet e vërtetësisë, sidq, don me merit plot
që Allahu te barekuta i shpërblen ku inde melikin muqtadir, te melik Zoti xhallahu ala që gjithçka domthon është nën sundimin e tij, sundimtari i plot dhe udhëheci i tërë asaj që ekziston, muqtadir dhe i gjithfuqishëm. Me që këta dy emra të ndruazër, domthon flasim për Allahun xhallahu ala por nga aspekti i pushtetit, dominimit, apo vazhdon Surja Ar-Rahman për ta balancuar këtë e për të se megjithatë është i gjithëmshirshëm. Prandaj kombinimi mes pushtetit edhe mëshirës është kombinimi më i mirë i mundshëm. Nga se ka njëri që është i pushtetshëm, por s'është i mëshirshëm. Dhe kjo është shumica e rasteve të njerëzve me pushtet. Nuk mëshirojnë kurrë që ja cënon pushtetin e tyne apo kështu me radhë. Ose ka i mëshirshëm por s'ka pushtet, e ka më shumë emocion dhe ka eufori. Ndërsa Allahu xhallahu ala është realisht ai që i përmbush këto emra tamam sikur që i takon Allahut te bareke ve taala. Andaj pas një rrugtimi të gjatë me surën Al-Qamar, ku patëm domethënë sikur se e përmenda një trajtimi edhe serioz, por edhe të frikshëm të përfundimit të njerëzve që u rebeluan, refuzuan udhëzimet e Allahut azza wa jall, dhe Allahu në fund i dënoi. Dhe Allahu te barekuta i poshtoi dhe i shkatroi në dunjë para ahiretit. Vazhdon Surja Ar-Rahman tash me një intonacion tjetër, një hapje, një shpresë e re se Allahu te barekuta mbi bazën e këtij emri lajmëron robët e tij se funksionon raporti me Allahun azza wa jall. Prandaj Surja Ar-Rahman të ndërvozë fillon me emrin Allahut Ar-Rahman, që realisht në fillim të kësaj sure Allahu na tregon se cila është esenca e raportit të Allahut me robët e tij. Mbi çfarë bazë Allahu komunikon me robët e tij? A mbi bazën e dënimit, a mbi bazën e mposhtjes dhe ngadhnimit, apo mbi çfarë baze? Allahu na përmend se esenca e komunikimit dhe e trajtimit të Allahut në raport me robët e tij është e ndërtuar mbi bazën e emrit e tij Ar-Rahman. Dhe kjo është shumë domosdoshmë shpresëse dhe kjo mbjell dashni tek robi për Zotin i cili me gjithë fakte që s'ka nevojë për robët e tij, dhe robët e tij në vazhdimsi e kthejnë të mirën me të keqe, megjithatë Allahu prap nuk e largon emrin e tij Ar-Rahman nga njerëzit, sikurse do ta sqarojmë. Andaj sikurse e përmenda kjo sure fillon me emrin Allahut Ar-Rahman. Emri Allahut Ar-Rahman, sikur që thash edhe më herët të ndëruar vëllezër, është nga emrat më të mëdhenj tek Allahut azza wa jall. Prandaj dhe Allahu xhallahu ala e ka shoqëruar shpesh me emrin e tij Allah, sikurse kul idullaha aw idur rahman. Thuaj luteni Allahun ose luteni Ar-Rahman ayyin ma tad'u. Sido që ta lutni me çfarë do emri, falahul asmaul husna. Ati i takon emrat e bukur. Prandaj shiko, e ka krahasu emrin e tij Allah, që është emri më i madh, me emrin Ar-Rahman. Pastaj jo rastësisht të gjitha suret e Kuranit fillojnë me emrin e Allahut Allah dhe Ar-Rahman. Kryesisht, domethënë njerëzit e kuptojnë se emri Ar-Rahman dhe emri Ar-Rahim janë të njëjtë, por kanë dallime, edhe pse në esencën e kuptimit po burojnë nga njëjti kuptim, por kanë dallime. Emri Ar-Rahman të ndërruazër është në një formë të gjuhës arabe që nënkupton përmbushje plot të emrit në raport me kuptimin. Përmbushje plot. Domthonë kanë janë dhe emra që tregojnë për shembull një gjendje, tregojnë një situatë, një veprim, por jo nga gjitha aspektet. E ka disa emra që përdoren në formë caktuar, që tregojnë se ky emër realisht ka thënë se krejt çka ka të bëjë me këtë emër e ka përmbush kuptimin e emrit atë. Prandaj emri Ar-Rahman ka në këtë formë, fa'alan, që nuk kupton se krejt mëshira është Allahu azza wa jall, Ar-Rahman. Do ai është i gjithëmshirshëm. Ai është bëmirësi dhe ai është i mëshirshëm i plot. Njerëz mund të jenë mëshirshëm, por mund të jetë mangët mëshirë. Ndaj dikujt kanë qenë selektive e kështu me radhë. Ndërsa mëshira e Allahut është e plot. Mëshira e Allahut azza wa jall të ndrozur me emrin e tij Ar-Rahman prek të gjitha krijesat, madje edhe mosbesimtarët. Nga kujdesi Allahut për robët e tij është edhe begatitë shumë që Allahu jep për robëve. Mirë, qasin këto begati. A kanë vetëm besimtarët apo jo besimtarët? Të gjithë kanë qasje. Shikoj për shembull oksigjeni që e thithëm, uji që e pim, apo
e shumë begati që na i shfrytëzojmë në kësaj bote dhe që janë realisht faktor kushtëzues të jetesës tonë, kanë qasje të barabartë në këto begati si mohuesit, si besimtarët. Kush e ka mundësu këtë? Rahmeti Allahut Azza wa Jalla, Ar-Rahman. Me mëshirën e tij e ka mundësu që në këtë dunja të gjithë këto begati shfrytëzoni. Por pastaj normal, me emrin e tij Ar-Rahim kallëzon se përfitimin real nga mëshira e Allahut e kanë njerëz të veçantë që Allahu i ka përzgjedhur për të besuar te dhe për të adhuruar Allahun xhallahu ala. Prandaj mes emrit Allahut Ar-Rahman dhe Ar-Rahim sikur ka një lloj domthon përgjithësimi dhe një lloj domthon kuptimi më të veçantë dhe më të kufizuar. Ar-Rahman është i përgjithshëm apo. Me fol për emrin Ar-Rahman do na merr më shumë se një ligjërat. Edhe pse elhamdullah është sqaruar tek seria Ta njohim Allahun, që e gjeni edhe në, domthon, në gjerim edhe në shkrim, prandaj shpresoj që me këtë emër sa më shpesh të jemi në kontakt. Me këtë emër të jemi sa më shpesh, domthon në edhe lexim, edhe kuptim, edhe trajtim për shkak se ka të bëj shumë ngushtë me komplet jetën tonë dhe besimin tonë, sikur që një pjesë e kësaj ka me Rasulja Ar-Rahman. Këtu Allahu xhallahu te ndrua vëllazër, kur fillon me Ar-Rahman, e përmend emrin e tij Ar-Rahman në kontekstin e bamirësisë. Don ai që ju bën mirë në vazhdimsi, ai që me mëshirën e tij ju trajton, ai që përkundër veprave të juaja ju begaton. Don kjo është realisht një hyrje dhe parathënie e rëndësishme e raportit të Allahut me krijesat. Nga se kjo është baza. Sikur të ishte esenca e trajtimit të Allahut ndaj robëve, dënimi, nuk do të mbetemi sipërfaqe tokë askush. Pana për shembull me kon esenca, Allahu i dënon robët e vet. E ka disa që i mëshiron, si do të ishte dunjaja? Allahu në esencë i shkatron popujt, por disa shpatojnë. Me qenë çështo qasja, si do të ishte dunjaja? Kush kish me mbet sipërfaqe të tokës? Askush. Por Allahu i qetëson robët e tij edhe i thotë që Allahu ju trajton me Ar-Rahman, me emrin e tij Ar-Rahman. Dhe pastaj vazhdon Allahu Azza wa Jall që të përmend begatit. Dhe këto begati pastaj kuptojmë se nga emri Allahut Ar-Rahman janë dy lloje. Begati që përmbushin aspektin material dhe fizik të njeriut dhe begati që përmbushin aspektin mendor dhe shpirtëror të njeriut. Dhe kryesisht njerëzit të ndërruazën si pasojë e lakmisë, e ignorancës, e çytjeve të shejtanit, shpeshherë kur bie fjalë për begati, realisht kjo të njerëzit asocion në begati materiale. E këtë keq kuptim dhe këtë qasje të gabuar e thënë surja Ar-Rahman. Prandaj surja Ar-Rahman gjithashtu të vëllezër në kuadër të kuptimeve realisht e rindërton, do me thonë klasifikimin e begative tek njeriu, për të kuptuar se cila është begatia reale dhe cili është kriteri kryesor me cilin ti e mat veten tënde se a je i begatuar, a je i formuar dhe a je i udhëzuar apo është kundërta. Prandaj pas emrit Allahut Ar-Rahman, Allahu xhallahu ala thot allama al-Quran. Thot Allahu xhallahu ala nga mirësia e Allahut, nga mëshira e Allahut për robët e tij, nga kujdesi i Allahut për robët është se ai njerëzë u ka mësu Kur'anin, allamahu, njeriut ja ka mësu Kur'anin. Këtu padyshim njeriu i parë që ja ka mësu Allahu Kur'anin është kush? Muhamedi alayhi salatu wasallam. Pastaj Muhamedi alayhi salam ja ka mësu njerëzve për gjatë qëndrimit në dunja, pastaj besimtarët, dietarët, njasit e çështjeve të fesë e kanë përhap këtë njohje në mesin e njerëzve. Kur Allahu allama al-Quran, këtu të ndërlozur realisht ka disa kuptime më rëndësi që duhet ne ti rënjosim në zemrën tonë. Nuk ka veç informat që Allah pat, aja ka mësu Kur'an, jo, po është kuptim më rëndësi që duhet këtë kuptim na me e gëdhen të fëqeshëm në zemrën tonë dhe në mendjen tonë. Çka nuk kupton fillimi i surës me Ar-Rahman dhe pasimi i saj me allama al-Quran, që Allah xhallahu ala ka mësu njeriut Kur'an në të. Allama al-Quran. Allah e ka mësu, kujt e ka mësu? E ka mësu njeriut, sikur se thash mas pari, Gjibrilit, pastaj Muhamedi sa me kështu me radhë. Fillimisht të ndërruazër, pasimi i mësimit të Kur'anit, mas emrit Allahut Ar-Rahman,
në jep me kuptu se kjo është qëllimi. Kjo është qëllimi. Domthon, renditja e begatit fillon nga qëllimi, nga mjetet dhe pastaj rrethonat lehtësuese. Për shkak se njëri për shembull për me kryer një mision çka i duhet? Me di qëllimin, apo me i pas mjetet e duhura për me kryer qëllimin dhe me qenë situata e përshtatshme, rrethonat me qenë në shërbim të realizimit të qëllimit apo. Për shembull, nëse një njeri do me bëu udhtim me aeroplan, me kerr, me anije, me çka do koft, apo. Qëllimi është me shku në një vend. Mjeti është kush? Për shembull anija. Mjeti është anija. Ndërsa rrethonat është deti. Nëse deti është i trazuar, ka volt ndoja, ka për shembull lëkundje të fuqishme, nuk ka mundësi që mjeti me qenë funksional. E Allahu xhallahu ora këtu tash fillon me na tregu se nga rahmeti i Allahut për juve, sa ai don më shpëtu dhe ai don më udhëzu, kujdesi i tij për juve është se Allahu xhallahu ora u ka sqaruar qëllimin që ju mos brellni dhe pastaj u ka dhënë mjetet e duhura për realizimin e qëllimit dhe pastaj rrethonat në të cilat ju gjendeni dhe gjitha ato që ju shoqërojnë juve i ka lehtësuar në shërbim të qëllimit. Dhe kjo është e mrekullueshme. Që kjo është me të vërtetë kuptimi i duhur i emrit të Allahut Er-Rahman. Kjo është e para të rrozë. Çështja e dytë pas qëllimit është se Allahu Azza wa Jall përmend se mësimi i Kuranit dhe zbritja e Kuranit është begatia më e madhe që e gëzojnë njerëzit ditën e gjykimit. Është begatia më e madhe që njerëzit e gëzojnë ditën e gjykimit. Prandaj begatimi i njerëzve varet nga afërsia e tyre me Kuranin. Begatimi real dhe përmbushja e tyre si njerëz realisht varet nga afërsia e tyre me Kuranin. Pastaj gjithashtu Allahu xhallahu kur e lidh Er-Rahman me allama al-Quran, çka na mëson tjetër? Allahu na mëson se nga mëshira e Allahut është se Allahu xhallahu xhelaluhu Kur'an në ka bu mëshirë. I e pat në surën El-Qamar. Si realisht u edukuan, si u disciplinuan popët rebelus me shkatrim. Nëse Allah s'ka thënë të mbas çdo shkatrimi, o laqad yassarna al-Quran. Kurani ka më u lehtësu kuptimin, më u lehtësu jetën. Prandaj e ka përmend Kur'anin mas Er-Rahman, nga se domethën manifestimi kryesor dhe kuptimi direkt i emrit Er-Rahman është në Kur'an dhe përmes Kur'an. Kur'an është rahmet të vëllezër. E pëtënës e refuzojnë, nuk e njohin, e mohojnë, flasin keq, megjithatë, ai mbetet mëshirë për të gjithë njerëzit. Dhe Allahu Azza wa Jalla na mëson se edhe na duhet me mësu, edhe me u mësu të tjerëve Kur'anin dhe mësimet e Kur'anit me çka? Me mëshirë, jo me dhunë. Er-Rahman allama al-Quran. Nëse Allahu njerëzve ka mësu Kur'anin me mëshirë e me gradualitet, që duhet na më mësu njerëzve? A një stami s'ka mundësi nga asë një aspekt me kofi e dhunës, nga se çdo udhëzim i këtij Kurani refuzon dhunën. Nuk ka dhunë fe, apo pastaj kërkohet sinqeritet dhe bindje brendshme. Nëse kjo nuk realizohet, nuk ka besim. E kjo brendshme është veç private, veç njëri ka mundësi me ditë, s'ka mundësi me imponu nga jashtë. Dhe gjithashtu surja Ar-Rahman tregon ashiqare se cila është natyra e përhapjes së Islamit. Mëshira. Dhe është mëshirë. Pra dhe kudo që ka Islami, realisht i ka mëshiru Allahu ata popuj. Kanë qenë në konflikt, kanë qenë në përqarje, kanë qenë në bestytni, kanë qenë në shtypje, në padrejtësi. Dhe kudo që ka ky Kur'an, realisht e ka ndryquar jetën e njerëzve. Dhe kjo është e dëshmuar me dhjetra, madje me qindra fakte historike për ndryshimin e popujve nga jetesa në paganizëm, në bestytni, në dhunë, në padrejtësi, në keq shfrytëzim, në një ndryqim që ka garantuar zhvillim të vazhdueshëm të popujve. Shikoni të ndrozër, kudo që ka i Kur'ani, realisht nuk u ka kontestu kur banorëve të tokës pronësinë mbi tokën. Për shembull sahabët a kanë hidikun edhe njerëz të tokës për shembull me largu pi aty, me dëbu. Për shembull, ku kanë sahabët a ka pas refugjat? A ka pas për shembull largim njerëz nga tokë aty? S'ka pas. Asnjëherë s'ka pas. Kanë ikë individ që realisht s'kanë mujtë me përballë tash vetën me situatë të re. Është problemi i tyre. Popët kanë qëndruar dhe kanë mirëprit këtë çlirim. Dhe të ndrozër
sa ka pas raste kur realisht nga vetë vendi kanë dalë udhëheqës, dietar, nuk kanë përfituar nga Kurani, madje ndoshta shumë më tepër se vetë qlirimtarët që u kanë sjell Kur'an në vendet e tyre. Pa ky Kur'an nga çdo aspekt e demonstron dhe e dëshmon mëshirën që Allahu Azza wa Jall e zbron mbi robët e tij. Ajeti vjues Allahu thot allama al-Quran. Ky është qëllimi. Ky është qëllimi. Dhe gjithashtu Allahu khalaqal insan. Allahu Azza wa Jall thot e ka krijuar njeriu. Nga rahmeti i tij ka krijuar njeriu. Se ka krijuar se i duhet njeriu, për shembull, se ka krijuar nga nevoja, se ka krijuar nga vetmia, se ka krijuar Allahu Jalla Jalalu nga dobësia, jo, nga mëshira. Nga mëshira. Çka kuptojmë këtë të ndrozur? Më së pari kuptojmë se krijimi është mjet. Krijimi është mjet, nuk ka qëllim. Prandaj ekzistenca e njeriu materiale dhe fizike është mjet, nuk ka qëllim. Dhe ai i cili ekzistencën e materiale dhe fizike e bën qëllim, realisht dënohet për shkak se del nga rregullat e rahmetit atë. Rahmeti thot, Allahu ka bërë trupin mjet që i shërben shpirtit, që i shërben brendshmës. E me çka ushqet shpirti dhe mendja? Me Kur'an. Çështu funksionon rahmeti. Aty ku përjashtohet shpirti dhe dominon aspekti fizik, largohet edhe rahmeti. A shikoni sot për shembull të ndodhur. Dominon materializmi, dominon luksi. Mirë po, a është shtu rahmeti apo paku rahmeti? Kështu edhe për dunjë për shembull. Mas pari në aspektin familjar. Për shembull, duke u shtu aspekti material, a shtohet dashnia mes anëtarëve të familjes apo shtohet fatkeqësisht ndarja dhe individualizmi e egoizmi? Në shumicën e rasteve dominon egoizmi. Dhe jo rastësisht edhe të natë ndërozër, domethënë si pasojë e dominimit të aspektit material në dëm të atij shpirtënor, po ankohemi se s'ka rahmet. Fëmija s'ka rahmet ndaj prindit vet, ndoshta burri ndaj gruas, gruaja ndaj burrit, vëllezërit mes veti, mes koqishëve, nuk ka u rahmetin. Ka u dëmshëria, është dobësu. Por shikoj Allahu xhallahu ka kurzu rahmetin e tij që njerëzit përfitojnë edhe ta gëzojnë jetën si duhet, atëherë kur din me i rendit sënë si duhet. E din cilë është qëllimi edhe si të në mjetet. Në momentet kur të ndërëzër përzine e sapët dhe mjetet bëhen qëllime dhe qëllimet bëhen mjete, realisht ky kas e ngulfat jetën. Ky kas e bën jetën të vështirë, për shkak se tash realisht nuk kanë gjërat vend vet. E kur gjërat tjera të lëvizin nga vendi vet, edhe njëri lëviz nga pozicioni i tij atë. E në momentin kur njëri nuk është i ulur në pozicion që Allah e ka vendosur, nuk ka mundësi u bë rahat. Nuk ka mundësi u bë rahat. Prandaj të ndërozër, nëse për shembull çka do të qof në jetë? Çka do të qof në jetë, për shembull? Merre për shembull kerrin, telefonin apo. Nëse ai bëhet qëllim, kur njëri e bën, a përmbushet? A nin sukses? Jo atë. Thot tash tjetër. Do jam me kuptues se qëllimi që i ka s'po të përmbush. Nuk po të bën të lumtur. Nga se po e shton lakmin edhe më tepër. Jep me kuptues se nuk ka qëllim ky, e ke uq, nuk u dash me mri këtu. Prandaj shpallja e suksesit para kohe të bën fort me u zgjoni kur e kupton se skemri alo ku duhet apo. Skemri alo ku duhet. Prandaj të ndrozur Kurani na mëson se kur duhet të mugzu, edhe për çka duhet të mugzu. Cila është pjesa e rëndësishme e jetës? Pjesa e brendshme shpirtërore. Khalaqal insan, allama al-Quran. Prandaj edhe këtu ka një mësim tjetër të ndrozur që Allah na mëson se nga rahmeti i Allahut është kujdesi për njerëzit edhe në aspektin e jashtë material dhe fizik, dhe kujdesi për njerëzit edhe për përmbushjen e tyre mendore dhe shpirtërore. Ka njerëz që thojnë për shembull, sot ka rryma dhe fryma që për shembull e mohojnë ekzistencën e krijuesit. Por ka shumë nga ata sot që e pranojnë ekzistencën, por e mohojnë kujdesin. E bin shembull e një ore të kurdisur. Do të thonë po, dikush një forcë është që e ka kurdis dunjon. E ka rregulluar, e ka bë. E ka kurdis në formë caktuar edhe e kalon. Tash ajo funksionon në bazë të kësaj kurdisje. Krijuesi ka ikë dorë për saj. A është rahmet kjo? Për shembull të ndrozur, logjika ty çka thot? Logjika ty çka thot? Një nën posa ta lind fëmijën e saj,
Realisht e ka përmbush misionin dhe fëmijët, se e ka pru në dënja. Tash, a e len rrugë, a e hajnë qetë, a për shembull e shkatron shiu, së më rëndësi. Rahmeti i nonës përfundan me sjelljen e fëmijët në dënja. A është ky rahmet i pranuar? Ja, përkundrazi. Krejt mundin nën mujor të nënës, madje edhe vuajtjet e dhimbjet e lindjes, komplet shkojnë hoq. Edhe komplet zhderësohet kjo mund, nëse nëna s'ka dhënë kujdes të veçantë për fëmijën mas lindjes. Allah ka kriju njërin, krejtja ka kriju e ka unë, tash ti shko ka dush, bës çka dush. A është kjo rahmet? Ja, nuk ka rahmet. Rahmet është dërgimi pejgamberëve. Rahmet është zbritja e Kur'anit dhe librave më herët. Prandaj të ndërrozën, rahmeti Allahu xhallahu nuk kuptohet vetëm në kafshatën që e han. Rahmeti Allahu s'kuptohet vetëm për shembull në familjen e organizuar, por edhe në mënyrën e jetës, çysh ata organizojnë, çysh ata e udhëheqin, ka orientojnë, çka rahmeti real. Prandaj Allah tha khalaqal insan. E Allah e ka krijuar njeriu, por nga mëshirat i ka krijuar. Dhe ky krim që Allah e ka krijuar njeriu nuk është realisht fundi i mëshirës, nuk është fundi i përkujdesit, por fundi i përkujdesit është që njeriu më mësu ka më mësy, ka më shku. E për këtë e ka zbrit Kur'anin dhe ai që përfiton nga këto dy forma të kujdesit, realisht është i mëshiruari. Ky është i mëshiruari. Për këtë arsye edhe të ndrozur Kur'ani është përcaktues sikur sa distanca me të është përcaktuese edhe e formimit, edhe pjekurisë, edhe e lumturisë, edhe jetës mirë e kështu me radhë. Allah tha, allama al-Quran khalaqa al-insan. Këtu edhe ka një lloj ndryshimit të radhitjes në ngjarje që ndodhin, apo në rrethana të tjera jashtë Kur'anit, gjithkur kish me bë tjetër radhitje. Masoj Allah çka tha, don allamahu al-bayan. Allahu xhallahu nga rahmeti i tij dhe nga kujdesi për njerin ja ka mësuar al-bayan. Bayan është ndërvozën aftësia për të kuptuar, aftësia për të shprehur dhe aftësia për të diskutuar, për të pyetur që e ka veç njeriu apo. Këto tri që Allah i ka përmendur në ndrozën, e ka mësuar Allahu, ja ka mësuar Kur'anin. E ka krijuar Allahu njeriu dhe e ka mësuar të foldurit. E pastaj me të foldraj, domthonë shpreh mendimet e tij, kuptimet e tij, por edhe aftësinë tjetër ka që me kuptu tjetrin kur të fol. Dyja të këto allamul bayan. E ka mësuar me fol, edhe ka mësuar me kuptuar që fol me të. Begatia Allahu azza wa jall. E këtu ka një radhitje, domethënë jo të zakonshme. Pse? Nëse mas pari është kriju njeriu. Pastaj ka ditë me fol. Pastaj ka Kur'ani dhe pastaj mëson Kur'anin. Njeriu kur është foshnjë, nuk din me fol, nuk din me shpreh. As Kur'ani s'e kupton. E pse ka këtu kjo radhitje? Për shkak se këtu Allahu na mëson krahas, asaj fillim thashë që qëllimi i Kur'ani na mëson këtu edhe, domethënë standardet e vlerësimit të begative dhe kriteret e vlerësimit njeriut. Domthon Allah po të më thonë se veç krijimi i si njeri nuk ka vlerë, veç si njeri. Po vlera jote është në mësime që merr nga Allahu te barekuhu teala. Prandaj të ndërozur Ademit alayhi salam, Allahu xhallahu ala, kur janë në me lajket? Po sa e krijoi apo kur mësoi amnat? Jo kur mësoi, jo kur e krijoi. Prandaj me lajket si kanë bua Ademi sejtë për shkak të konstruktit fizik. Po për shkak të dijes që ka pas nga Allahu xhallahu ala, e me këtë dije ka qenë e përgjithshme me lajkeve apo. Ma çto është historia e respektit apo? Dija, jo konstrukti fizik. Por kur njerëzit e injorojnë këtë histori, apo e injorojnë dijen, e injorojnë shpalljen, fillojnë që ta standard vlerësimit të bëhet dukja jashtme, sikur s'është në kohën tonë. Do nuk vlerësohet dija, njohuria, po kush vlerësohet? Pamja jashtme. Çfarë ore ka, çfarë këmishë ka, çfarë dukje ka, çfarë parfumi ka, çfarë bukurie ka, sa është zbulu, sa duket nga trupi, këto janë njësi përcaktuese që realisht njerëzit vlerësojnë njëri tjetrin. Prandaj s'ka rahmet. Se jo kështu rahmeti up. Allah ka kështu rahmeti up. Se gjitha duhet milit me Ar-Rahman. Se Allah tash po tregon renditjen e begative. Nëse kujdesni për renditjen e begative dhe dallimin mes qëllimit dhe mjetit, Allahu na mëshiron. Nëse bëjmë kaos, mjeti bëjmë qëllime dhe në radhit begative bëjmë kaos gjithsesi, hub mëshira Allahu azza wa jall. E kur hub mëshira Allahu azza wa jall, s'po them totalisht, po kur përfitimi i njerëzve nga rahmeti Allahu dobësohet, çka ndodh? Mas pari shije begative dobësohet.
jeta se ka kuptimin e vetë, se ka shijen e vetë. Asë një begatin dë një se ka shijen që duhetëm. E hub shirëm. Pa një shikoni sot edhe shumë ushqime, edhe në kuptim të shijes se ka shijen originalit vetë në thëmë. Për shkak se mashtrimet e shumta, lakmia për pasuri, apo dominimi i aspektit material e ka humbë edhe shijen edhe të begative tjera që i gëzon njëri atë. E ka humbë. Prandaj shikoni Allahu sa bukur na mëson se nëse doni me jetu me rahmet, e doni me pas rahmet, ndjekni këtë udhëzim që Allahu xhallahu po e shpjegon për ju apo. Andaj Allahu tha se vlera njeriu është me allem el Kur'an. Khalaqa al-insan, e ka kriju njërin, mirë po vlera e tij reale matet me Kur'anin. Andaj Allahu azza wa jalla të ndrozur me këtë radhitje çka na thot? Na thot se në epicentër të jetës së juaj, në qendrën e vëmendjes duhet jetë Kur'ani. Duheni musim me Kur'an. Ka të qtjeni, me Kur'an me matë, ngritjen, përparimin, degadencen, humbjen, fitoren, gjitha e shumë tjera me i matë me Kur'an. Nga se nëse kështu i matëni, realisht Allahu ju mëshiran. E kur Allahu ju mëshiran, edhe ka mëshirë mes njerëzve, edhe ka dashni, edhe ka respekt, e kështu më radhë. Shikoni sa bukur se Rahman i rregullon çështjet, edhe na mëson çka është baza dhe çka është dega, çka është epicendra dhe çka janë periferit e kështu me radhë. Për Allahu tha, në epicendër është Kur'ani. Khalaqa al-insan. Edhe këtu një çështje me rëndësi të ndryshme gjithashtu. Shikoni Allahu xhallahu tha Ar-Rahman, i gjithëmshirshmi, i cili i mësoi Kur'anin dhe pastaj e krijoi insanin. Çka nuk kupton këto? Sot në rrezë shpeshherë shumë njerëz mohojnë Allahun azza wa jall shpeshherë, kanë dilema, për shembull, për shkak të deformimit në krijim. E pse Allahun e krijon një fëmijë për shembull me sindrom Down? E pse Allah e krijon një fëmijë me këto tmeta? E pse e kontestojnë rahmetin e Allahut te barekuhu teala dhe krijimin që Allahu xhalla ka bërë njerit me bazën e pamjes së jashtme, apo? Kjo është baza. Ndërsa nëse njëri deformohet në vlera, ka sindrome shqetësuese të çrregullimeve tina mendore, edhe shpirtërore, kjo s'konsiderohet fare sherr. Sherr është nëse është pa një dorë, pa një sy. Kjo është mungesë rahmeti. Ndërsa nëse është komplet i shturur, domos se kupton as esencën e jetës, as qëllimin e jetës, kjo është okay, jemi në rregull apo. Prandaj kupton këtë shturje, këtë çrëditje. Allahu po nuk është kjo, nga se matet rahmeti i Allahut me një njeri jo me pamjen e jashtme, po me përbushjen e brendshme. Andaj ka mundsi njerëz që mund të jenë për shembull të lindur me tmeta të caktuara fizike, por shkon në xhenet në Firdaus mrin Allahut. Tjetri komplet i krijuar me gjithë fuqinë dhe potencialin e madh shëndetësor, shkon në xhenem apo. Ai nuk ka matje me çish dokësh, matja është e përkohshme. Apo shikon varmas mas një muaji çka ndodh me atë trup muskuloz dhe me atë pamje të bukur e me ato tesha, çka ndodh? Kur gjeq? Smet pisaj, shkatërrot e tëra. Ne Allah për mëson që kjo rruga e rahmetit. E shpesh kontestohet rahmeti Allahu xhalla xhelalu me çka? Me pamjen e jashtme. Allahu xhalla wala na ka mësuar se rahmeti matet a na ka zbrit udhëzim Allah, apo na kalon në thosë apo në mëshirë të shejtanit. Na kalon rahmet rrugës. Në çka na ka azol? S'na kalon dorë kërkuna. Ai ka marrë përsipër udhëzimin ton, kujdesin ton. Ai ka marrë përsipër që ne mos të bredhim. Të jetojmë ç'është duhet. Ç'ka rahmeti vëllazë? Ç'ka rahmet? Me po tjetra, nuk matë është rahmetet. Andaj, Allahu në mësën se mëshira Allahut, kujdesi Allahut, matët me afërsin me Kur'an, e jo me deformimet e saktuara, qëra ishtë njëri s'ka për to përgjithsi. Nuk ka një për to përgjithsi. Njëri ka me vëdhon për Allah logari, për shumë që ka pas, për shambull, aftësit kufizuara në punë saktuara, a ka me vëdhon logari? Jo, apëtëm. Nga se, hajtë kalëzëm dikush që nuk është me aftësit kufizume. Krejtë në me aftësit kufizume. Për imë është se na e bujna vetën standart për tjerë, do nëna të luhet pa është i mangët. Apo, mirë, në qitë raport, mund me konë që shtot, po ti nuk ban me konë ti boshti i dunjas. Apo, se ti ki afsit kufizume. A ki? Gjdo njeri ka afsit kufizume. Dikush i ka ma të kufizume, dikush i ka ma tepër, nështë ta hapsir për gjithë në fund ditës, krejtë me afsit kufizume. Edhe në gjuhën tonë, edhe në mendjen tonë, edhe në dëgjimin tonë, edhe në veprimin tonë, edhe në gjithë që ka jene me afsit kufizume. Sështë kjo diçka që realisht e bën njëri me tmeta. Kjo veç sa e shton nevojën e njeriut për Allahun te barekuhu teala. A pse ti i mangët, ti në për dikon që është i plot, e që është Ar-Rahman.
Ti ke nevojë për të, ai s'ka nevojë për ty apo. Nga çka perspektivë njeriu kupton se me çka i mohet begatit Allahu te bareku teala. Andaj të ndrozë, jo edhe ka prind që për shembull kërkojnë leje për abort të fëmijëve, me mbyt fëmijën për shkak të një kushtimisht deformit caktuar që mund ta ketë në ndonjë gjymtyrë të caktuar apo. Çka po vale Allah? Nëse lind për shembull me një dorë më të shkurtër ose lind me pagish ose me çdo çfarë më tash. Kjo është pak e dhimbshme me përmend çka ka lidhje me. Nëse Allahu xhallahu e bën të aftë në mendin e tij e udhëzues që ja sheh harin dunjaja apo sa ka pas njerëz të paralizuar apo e ka pas njerëz që kanë pas mangësi ndoshta të verbër, por Allahu ka hap sytë e zemrës e dunjaja ka përdu nga dija e tyne edhe nga udhëzimet e tyne apo. Ai shikoj këtu ne kthemi në bazë, Surja Ar-Rahman kthen në origjinë, me çka duhet me mot sanet, me çka duhet me vlerësu begatit. Edhe na si besimtar ka njerëz të ndërruar vëllezër, prekemi nga këto sindrome materialiste, prekemi, apo edhe njësi maca shpeshherë për disponimin dhe qetësimin e zemrës bëhet për mbushja materiale, jo për mbushja shpirtërore apo. Çka të ka Allahu Azza wa Jall? Ta ka këtë, atëherë çka po do më shumë? Më të mirën ta ka dhënë. Nëse Allah ta ka allem el-Quran, ta ka mësu Kur'anin Allahu xhallahu ala, ta ka mësu me e lexu Kur'anin, ta ka mësu me e kuptu Kur'anin, ta ka mësu me ardh me dëgju për Kur'anin. Çka po do më mirë çka? Çka po don? Shkojnë të ndrozë ka thonë i dërguar hadithin sa i Muslim apo. Një ditë i ka thonë shokëve të tij. Cili për juve ka qef që me shku në Bathan një vend afër Medinës. Çdo ditë edhe me i marr ka 2 deve të mëdha edhe më kthy shpejt vet. Ka thonë sot ka qef që Rasulullah. Pa me shku, bëj Medinës veç shkon në Bathan, çat vend. Jo la Medinës. I merr 2 deve të mëdha dhe kthehesh te shtëpia si kurrë. O pet shkoni me 2 deve, apo për pak ditë bosh milioner. Ka thonë këtë kena që fja Rasulullah. Ka thonë pejgamberi sa të shkoni në xhami, ti mësoni 2 ajete, është më e mirë se ti fitoni 2 deve ato. Ka nëse i mësoni 3 ajete, është më e mirë se 3 deve. E kështu me radhë, sa ajete shtoni, më mirë se deve të fitoni ato. Shikoj të vëllezër, kanë ne këtu me tefsir 10 ajete. Pas më të jetë. Sa i pasur del për xhamis. Sa i pasuruar del me kuptimet e rëndësishme që Allahu xhallahu me mëshirën e tij ka ndriçuar mendjet e zemrat e njerëzve. A preton këtë si privilegj, si mirë, a vjen me qef të madh për me fitu? Ma shumë se që ndoshta kishim me shku dikon materialisht me u pasuru. A kjo është deformim që realisht na pretojmë për shkak se gëzimi shpesh është më i madh në përfitim material. Shiko, nuk është emet me pas gëzim përfitim material. Sahabët ju gëzu. S'ka thonë ja Rasulullah, ja më çka po na vin devi, jo na vin. Normal, ata kanë qenë sinqert, kanë po Allah kështu pas qef. Mirë po, kjo kur ka ardhur me ajetin, ka qenë pak rastësueshme. Ai nuk është çështja tek aspekti material, na s'kena problem me aspektin material. Po e kena problemin tek dominimi i aspektit material, mbi shpirtin, mbi mendjen, mbi udhëzimin, mbi shpalljen e kështu me radhë. Dhe Allah na ka mësuar se çështja është rradhitja, çështja ndërtimi. Që kjo baza, me qëto du të më matë njeri, edhe begatia Allahut, edhe kujdesi Allahut, e kështu më ratë, me atë që ka të bëj me Kur'anin. Dhe gjithashtu Allahut tha alleme hul bejan. Allahut gjellore njeri u tja ka mësu, si kur thash, i ka për Allahut aftësi të kuptimit, edhe aftësi të shprehjes, edhe komunikimit. Kur Allahut gjellore ja ka mësu Ademit a.s. emnat e të saktuar, nuk kjo ka qenë shenja parë se kjo është krijesë e veçantë. Nuk kjo kupton. I kapsën e që është duhet. Dhe me këtë të ndrozër njëri dallon për krijesëve që e rrethojnë. Apo, në kafshët, bimet, kafshët, nuk din më shprej. Ka dhimbje, zime ka zoku për i dhemë. Nuk din me ka zoku për i dhemë. Ka kërkesa, nuk din me ka zoku kërkesën. Qënë dhe ka. Njëri nga përvoja kupton, për shembull nga zëri, i përgjëm, po jo si shprehje. Andaj Allah ka veçu njëri me këtë. Pse ka veçu Allah këtë të rëzët? Pse ka mundësu me kuptu? Qëka me kuptu? Me kuptu Kur'anin ato. Jo me kuptu, për shembull, nga jeta komplet, që është me fitu edhe me shqydzu dhe ku me shku me shëtit. Sikur se fatkeqësisht ka njerë në dunja që krejt që ka kuptu potenciali i tij komplet i domthonë përfitimit nga aftësia e kuptimit edhe shprehjes, nuk e te kalon barkun e tij atë. Nuk e te kalon barkun e tij atë.
qof pjesën e sipërme të barkut apo pjesën e poshtme të barkut. Që të dikon sillet komplet jeta e tij apo. Atë që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasallam. Prandaj të vëllezër, është nënçmim për njerin apo që Allah e ka nderuar. Shikoj, domethënë, Allah ja ka vendosur aftësitë dalluese në kokë, mas nalti. Ç'kjo është e përsia, ai më zbrit mas poshtë atë. Është nënçmim. Kto nuk e bën njëri mëçëm vëllezër. Nuk e bën njëri mëçëm. Prandaj, domethënë duhet që njëri me qenë i orientuar me këto udhëzime të Allahut Azza wa Jall, që edhe kuptimin e tij me pas të ndërlidhur me Kur'anin. Sa e kupton Kur'anin ti? Sa në kuptimet e tua ka nga kuptimet e Kur'anit? Sa flet me Kur'an, sa thua me Kur'an, e kështu me radhë. Ndërsa kjo është një lloj begatie që duhet na kështu me kuptu dhe kështu me përdor. Allahu tha, "Allama al-Qur'an", le kam su Kur'anin, kjo është baza. Kjo është esenca, shpallja. Pastaj tha, "Khalaqal insan", edhe allama hul bayan. Pas që Allah ka përmend don qëllimin dhe mjetet. Mjeti është ekzistenca. Pa ekzistuar njëri, s'ka mundësi me qëllimin apo s'ka mundësi me kon adhurues me kuptu Kur'anin ama s'ekziston. S'ka mundësi. Po ky është mjeti domosdoshëm, ama është mjet, nuk ka qëllim. Edhe aftësia e të kuptuarit, e të shprehjet është mjet. Pas Allahu xhallahu te rozë tash i përmend qëllimin dhe mjetet. Allahu na tregon se nga mëshira e Allahut ndaj njerit është se edhe komplet atë që ka krijuar rreth njerit e ka vënë në shërbim të njeriut që ai le të arrijë qëllimin atë. Pastaj Allahu tha, "Ash-shamsu wal-qamaru bihusban." Çka është ash-shamsu wal-qamaru bihusban? Allahu tha, "Dielli edhe hana bihusban." Janë të, domthon, urdhëruara për me ndjek një rrugë caktuar, apo në bazë të llogaritive të caktuar. Për shembull të ndrozur, a keni pa kur vendoset për shembull takvimi. A ki mundësi për shembull takvim para 20 vjetë me këshyr kurhin i kindia sot? A ki mundësi? Ki mundësi. Një jetë është që a lëvizje dilit është apo. I kindia qysh ka i parizetit dielli bi husbanat. Një jetë apo. Një jetë është. I ka caktuar Allahu xhallahu ala do stacion bi husban e ecëll. Shiko Allahu azza wa thot se diellin edhe hanën Allah e ka krijuar që njeriu të më mundsu numrimin e duhur apo të viteve të kohërave kështu më radh. Paramendoni për shembull të ndërlohet veç pak se ka njëri duhet me paramendu gjendjen në të kundërta çështave. Se gjendja momentale tek njeriu krijon përshtypje të normalitetit. Po normalo që dielli Allah del, ja s'është normal. E ka bodi kur është normal. E ka bodi kur kush e ka bodi Allahu azza xal. Kthej pak më ndryshe të ndrozë. Parmendoj për shembull na mos me ditë nesër kur prandon dielli. Nuk e dim. Se dielli ka mundsi nesër për shembull në gjysmë ditëve që piket edhe e të rrob. Për shembull. Çish është mund jeta kështu? Për shembull. Pa ne për shembull të ndozë si kështu me kunjeta, për shembull që njerëz mos me di stinet. Hiç nuk i di stinet. Ka vende ku s'ka për shembull vjeshtë pranverë, ka vere, po kështu ka, po njerëz e din. E din. A ka mundsi për shembull të ndozë si kështu me kunjeta, për shembull që duke qenë dielli, korriku, njerëz për lukën për pushime, edhe për njëre me ra burr, akull, më kthy janari ata. E kjo për shembull ndodh çështë në stop. Në pik janarit të bosh gati me nxemje, kimi nxe, edhe për shembull temperatura bëhet 40. Edhe jeta është kështu. Pa në për shembull me ndryshu cilësitë, krijesat apo në të befasishme. Sikur me qenë jeta të ndozë. Për shembull të ndozë. Pa në për shembull druni i ka të cilësi caktuar, apo në bazë saj ta na veprojmë. Dim për shembull sa është i fortë, çush me prej, për çka e përdorim, apo ku e dim kët? Po Allah na i ka mësuar cilësitë e drunit apo. Pa në druni për shembull befas më bëu hekër. Tamam do më për hekër bëu dru apo për shembull. Që kjo lëvizje e vazhdueshme e cilësive, çfarë jetë e bën? E bën gazap, e bën mendimshme. Allah nga rahmeti Allahut është i ka bërë veti stabile krijesave për të mirën e juve. A i vlerësoni? Që kjo është që pyet. E të pse po më ani atë? Ti e bën ti e shfrytëzon, po, njëri e shfrytëzon kët. Mi po vetin stabile kush e ka dhënë? Njerëz përfitojnë nga graviteti, është e vërtet. Po kush e ka bërë stabil gravitetin mos me lëviz kurrë si ligj? Allahu e ka bërë, Allah e ka bërë. Çka ka bërë ai që ka zbulu?
A e ka zbulu, a i ka qenë gjithmonë. Gravitet ka pas në vakt Ademit a.s. A ka pas? Po ka pas, ka pas. Po desa ka zbulu qka është, do të me shku mija vite. Sa ligje i ka zbulu shkencëtar tek më vonë, kanë qenë gjithmonë kanë qenë. Po kanë qenë pa njëra për njerëzit, si kanë pas mjetit e dura për me zbulu. Ndërsa Allah e ka pas gjithmonë apo në mes të njerëzve. E parëna këto ligje mësë me konë stabile. Parëna. Sikur se kemi cik. Për shembull, rregullat e fluturimit të aeroplanit apo. Mbas shkafit përcaktohen, mbas ligjeve. E kanë zbuluar ky ligj bën kështu bën, ajri ka peshë, e mban trupin e kështu me radhë. Parëna ajri me ndru vetin e s'ka peshë. S'tman molla asnjë. Çka ndodh? A ke pa ku ka zbrasti të ajrit apo çysh bjen aeroplani apo turbulenca të dush shkum apo. Ai këto ligje që duhet me kuptuar për shkak me pakon që ditë për ditë, çdo herë vazhdimisht. Herë kështu, herë ashtu, çik më qen. S'kemi ditë kur më falë vëllai. Ç'më caktu. Allahu ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Allah ka vendos që me shku me llogaritje të caktuara. Ecin me llogaritje në bazë të llogaritjeve përcaktoni stinët, kohrat, adhurimet, periodat e caktuara kohore. Ju për është lehtësim kjo nga Allahu apo vështirësim? Lehtësim. Në antë të ndrozë e ka bërë Allahu xhallahu ala diellin shumë më të fuqishëm se na që është, hanën shumë më madhe se na, apo si persona, si njerëz po flas apo krijesa Allahu azza xhall të disiplinuar, i bind Allahu azza xhall, asnjëherë nuk ndodh mos me respektu urën Allahu azza xhall. A ka bëllo shans për neve? Shiko arabi rab rebelues i refuzum, që po refuzon Allahun azza xhall. Shikoj diellin dhe hanën. Me çfarë bazë funksionon? Mbi ligjin e Allahut azza xhall. Rahmeti Allah të ka bëu kështu. Allah me rahmet në vetë e mon diellin në distancë. Allah me rahmet në vetë mundson që domthon me lëviz në raport me interesin e njerëzve. Pra shikoj që ka rregulluar Allah lëvizjen e diellit apo që më përshtat me natë me ditën. Para të kish me lëviz për shembull të ndodhë dielli apo dielli me lëviz domthon rreth tokës që lëviz hana ata. Më shpë paronu e sheh që për shembull çysh hana ndron një herë në muj. Dielli lëviz një herë me 24 orë apo se ka natë edhe ka ditë. Para me kon për shembull një herë në muj natë. Apo një herë në muj me kon ditë ose me kon për shembull forma tjera të çrregullimeve kozmologjike, sikur me dieta në tokë. A kështu ditë që Allah xhalla përmend li ta'lamu adad as-sinin wal hisab. Allah ka kriju gjitha këto që ju të dini vitet, të dini llogaritjet e caktuara për kohrat, për stinët e për shumë tjera. Pra kjo ai shërben adhurimit apo nuk i shërben adhurimit? I shërben nga rahmeti Allahut se këto krisa madhore Allahu i ka udhëzuar në frymën e adhurimit që të merrni mësim me ju dhe të përfitoni ju për adhurimet e juaja. Prandaj edhe e dim Ramazani me muj kur është, e dim kur apo e dim e kështu me radhë. Andaj Allah tha ash-shamsu wal-qamaru bi husban. Pastaj Allah tha wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Najm këto që është përmendni ka dy kuptime. Kuptimi i parë bazik edhe i njohur në Kur'an është ylli, yjet. Edhe shajar druni. Allah ka bërë që edhe yjet edhe drunjt Allahu t'i parulen. Qysh i bën Allah sejdën nuk e dim, por i parulen Allahu te bareke ve taala. E nejëm disa dietar ka thonë dhe ka plot nga të parët selefe që kanë thënë se nejëm këtu e ka kuptimin e drunit pa trunk. Don ka bim pa trunk edhe ka me trunk apo gjitha këto i parul Allahu te bareke o taala. Se që s'ka kundërshtim pse mendimi ndoshta më i saktë është se nejëm këtu është ylli në qiell, për shkak se kjo është praktike e Kuranit në raport me këtë emër. Kudo që lexon Kur'an për nejëm e sheh që është ylli, sigurisht e patëm edhe tek surja e nejëm. Andaj Allahu xhallahu përmend se shiko don nga lartësia atje e qive e deri poshtë në tokë krijesat Allahut i nështruan. I nështruan domthon me bindje edhe me dëshirë, sikur se Allahu i ka thonë i'tiya tawan aw karhan. Keni mu parul me dëshirë ose pa dëshirë? Ka thonë etejna ta'in o Zot, po dona mu parul me dëshirë, me vullnet e dashni për ty japë. A s'është kjo shembull për njerëna? Për shembull të ndrozur është më e habitshme qysh njëri e mbjell farën. E mbjell farën. Edhe për shembull e ujit krejt i kryen çka duhet. Edhe pret frytin. Me e pyet, e pse pret ti frytin? Ku e din që dal? Qysh me ku dal?
Po e kom mjellë Allah, e kom qitë në tokë, e kom ujit. Do më thonë, njëri këtë proces të disciplinuar të bimës, apo që i bindet urnëve të Allah, e kupton se qka normale. Jo, merë mësim ti. Apëshe, kush realisht e ka bërë ligjin që kur mbillet fara në tokë pleshme, del. E kur vendoset në biguris del. Kush e ka bërë këtë regull? Allahu Azza wa Jall. Se me konë që gjdo farë, për shambull, jep frytin, s'kish pasë me pas toka pjellora, s'kur gjë, ku të e gjush, në murë me gjujt del atë, pas del Allah. Apo, ti realisht i përshtatesh ligjive të caktuara për të përfitu nga procesi caktu. Ma qështu, procesi i mbilljes dhe rritjes dhe fryteve, realisht është i përcaktuar dhe i determinuar mbi bazë të ligjit caktuar. Mirë, e ti cilit ligj i bindesh? Ti, që po hanë nga fara e tokës, ti, ja unë qështu t'i lirë, që është dua, po. Para mënet, kështë me kënë fara qështu e lirë, që kështë e hangër atë? A kuptoni rahmetin e Allahut Azza wa Jall? A kupton? Për shembull të ndrozur, pse duhet delja, për shembull, më ul nështruhe, më ul ku na therrëm, pse? A keni ndinjë për shembull revolucioni i deleve kundër njeriut apo? Ballë më na keni hongër. Ball. Apo për shembull rebeluata. A ndodh ne ashtu? Lap më rebelu. Ballë më. Pse na nërë që hajnë juve? Më do lopa, hajtë në 100 vjet na po jam juve. Për shembull, a ndodh kështu nërë? Pse s'din që të lopa mënu, pse? Pse s'menon që lopa? Pse ty të kam mësu që ti dush me hongër ata, ama ato kurse kam mësu që ti du të me të hongër ty, pse? Po pse Allahu ka bo ligje, Allahu. Ama këtë relacion, njëri se menon kur, e hane, pinë e shkan, ka da nalu pak, që kjo është rahme. Rahmet është Allahu me ta këndil mendin, me mënu për procese, si janë në shërbimin tënë, si janë nga pushtetit, as si janë nga imponimit, ti e shfridzues, por mi bazë në ligjive të saktuara. Edhe ti pro ki ligje që dush mi përmbajt, edhe ti ki regla që mi përmbajt, që krijuesi i ka shpall në Kur'an atë. Ani këtu që ne i shohim të rrugën. A janë në shërbim të njeriut? Po. Toka pleshme, qielli, edhe domthon planetet e kështu me radhë janë në shërbim të udhëzimit. Janë në shërbim të udhëzimit. E jo në shërbim të devijimit apo. Edhe pse fatkeqësisht njëri dhunshëm i keq trajton dhe i keq përdor begatitë të tilla në shërbim të mohimit të Allahut te bareke u taala. Pastaj Allahu xhallahu shkon edhe në një lartësi hala më të lartë e thot was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Nga rahmeti Allahut është se e ka ngrit Allahu qiellin mbi juve atë. Pa shtylla që ne i shohim. Bi ghairi amadin tarawnaha. Shtylla që ju nuk rrim pa shtylla. A shohim na shtylla? Para më dhejmë për shumë të ndëzër, të kishme pas qielli shtylla. Kush e kish majtë? Kush e kish majtë? Diellin për shumë, me pas shtylla, e kish majtë toka? Që shemon edhe që shumë me avogët se dielli edhe? Që shemon? S'ka mundësi? Apo? Veç shtylla me vendost, prishet tjeta. O sema rafa'aha. Aja ka ngritë qiella. Me ullë qielli pak ma poshtë, që pjesë e këti qielli është edhe dielli. Çka bëhet me tokën? Çka ndodh nëse dielli zbret pak poshtë? Për shembull, dielli me zbrit 1 kilometër më poshtë, krejt pjekum. Krejt një gjallë nuk jetë. Krejt 1 kilometër shumë është. Po e flas kontekste, domthonë një minimumi të largësisë që ka dielli nga toka. 1 kilometër me zbrit, diegum në tokë që më ketë. Kush e mon nalt? Kush e mon? Allahu Azza wa Jalla, El Hayyul Qayyum, i gjalli që gjithë s'ka mbanë. Prandaj shikoni nga rahmeti Allahut është emon qielli nalt. Dhe pastaj Allahu tha nga qielli del poshtë, o wada al-mizan. Edhe Allahu xhallahu ala e ka vendosur peshorën. Disa dietarë kanë bënë një tefsir interesant pse peshorja ka ardhur bashkë me qiellin. Për shembull toka përmend më poshtë, wal arda wada'aha lil-anam. Tokën e ka bërë Allahu për njerëz dhe krijesat e tjera. Do ta shpjegojmë çfarë bën kjo. Ama pse ka përmend peshorën të qiellit? Was-samaa rafa'aha. Qielli ka ngrit, wa wada'a al-mizan. Edhe në tokë njerëz u ka zbrit kanë peshorën. Për dy arsye kryesore, tjerat Allahu i din. Por është interesante pse në kontekst
të shpjegimit për qiellin është përmend kush? Është përmend peshorja. Mas pari të ndërlozër është se qiellin Allahu e ka rregulluar dhe atje dominon drejtësia e Allahut. A ka në qiell pa drejtësi? Jo, s'ka, ka adhurim. Kur ka shku pejgamberi në Isra dhe Mi'raj, çka ka pa? Me lajke ka adhurojnë, disiplinë, apo çdo kat me lajke duke rujt. Gjibrili për me kalu nga katin kat, ka lyp leje, ka disiplinë, ka rregull, ka adhurim. Për shembull, a ka në qiell? A ka në qiell për shembull rrëmbën pasunisë, me leje ku ja ka vjedh tina? S'ka kështu atë. S'ka, nuk ka. Allahu Gjelle Gjelalu e ka marrë mbi vete kujdesin për qiellin, që është shumë më i madh se ajo çka e ka njeriu. E Allahu thot në kuadër të këtij kosmosi gjigant që fundin s'mund t'ja shihni, Allahu Gjelle krejt e ka marrë ajnë kujdes që me qenë në shërbimin e juaj. Një tokë dëvogël ja u kalon juve në kompetencë që ju ta zbatoni drejtësinë me një peshore, edhe që ato e keni prish. Që tokë dëvogël. Para mendoni për shkak me pas një kompetencë edhe hanën. Ç'a ish bëu? Me pas një kompetencë edhe shiun me ra. Ç'a ish bëu? Këtu ketë Allah, unë si një shiun, unë rruj dillin, hanën, krejt planetet funksionojnë me rregull të Allahut te bareke ve teala, ne në rahat. Një tokë ta kalon që ta kalon ty, të kanë rru. Edhe plus jo me bredh ti me unë me gjithë që është me stabilizu jo. O vada al mizan, ta ka peshorën, që ti me këtë peshore ta vendosësh drejtësinë e Allahut në tokë, edhe që të ke prish. Prandaj, që kjo njëri thënë vëzë? Allah e bën model për tokën qiellin. A do ne pa rregull? O semai dhatil hubuk. E kanë mësuar të sura Dariyat. Apo edhe shikoni betojmë në qiellin e rregulluar me disiplinë. Dikush thot, ku e dim që ka në qiell disiplinë? Po këtyre planetet që lëvizin aty. Këtyre për shembull, apo me çfarë përsosmërie, gjithçka lëviz, me çfarë preciziteti, precizitet hatashëm i madh. Sikur mos kishte precizitet marramendës, çka do të ndodhë në kosmos apo? Çka do të ndodhë? Para ne përsham me pas hased hana me dillin, çka kish me ndodhë? Me pas zili, për hana me pas zili dillit apo. Apo për shembull, çka kish me ndodhë? A mund të përmenu veç ç'a ndodhë? Po na përsham me pas për shembull urrëtie mes veti Xhibrili me Mikailin atë. Me pas, çka kish me ndodhë ato? Këto Allah i ka rregullu, mos e bani këtë galë jo. Allah i manë në kontrol, Allah garon drejtësi. Jam ka jap një copë tokë që dogël, edhe ju ka zbrit në tokë, për të mirë në juve, peshorën aftën. En la tatghaw fil mizan, që mos ta shkelni edhe shpërfillni mizanin. Kjo është begatia më e madhe e Allahut njerëzve në tokë. Kjo është Kurani. Ja ka zbrit Allahu xhalla peshorën me macanet. Drejtësinë, me ndoka pa drejtësia. Apo një precize me di gjërat, qka është e mira, qka është e keqja, e do beshme edhe dëmshmja, me peshorën precize, dhe en la tatghaw fil mizan, mos e keq përdër një mizanin, nga se realisht Allahu e ka zbritur me precizitet maksimal. Nëse i përmbani kësaj peshore, s'ka me pas padrejtësirë. A do një shambull për këtë? O sema e rëfaha. Këre qilla, a ka pa drejtësi atje? Për shembull, a ka pas rebelim në mes të melajkeve, e pse gjithë Xhibrile që në shpallën? Pse? Për shembull. Pse? Me thonë Israfili, pse më ke po më është me deka më marrë? Kuj me merë shpirti? Banë më pak edhe ndaj? Tjetër regull ati, tjetër standardi ati aftën. Je faalune ma i umerun. Melajket i ka ba Allah gjellëva që zbatojnë atë që urnuan. La ya'sun Allah ma amarum. Asnjëherë Allah nuk e këndërshtojnë në atë që Allah i ka obliguar, edhe veprojnë dhe e kryjnë atë që janë obliguar me kry. Ç'kjo rregull i qiellit, ç'kjo rregull i hapësirës, ç'kjo rregull i kosmosit. Në tokë, edhe në tokë ka mujt këtë rregull me vendos. Po ka dashur Allahu xhallahu që përmes khalaqal insan, 'allamahu al-bayan, ja ka mësuar Allahu të folurit e kapacitetin e të kuptuarit, e ja ka zbrit librin që tash ti me kon një lloj më këmë si Allah në tokë, apo në emën të Allah
ti ta ndërtosh tokën me drejtësi e besim që duhet, jo ta shkatërrosh tokën, e ta prishësh tokën, e t'ja marrësh vllaut tën pasurinë, e ta vrasësh tjetrin, jo kështu, nëse kjo është rregullim dhe kjo prishja. Dhe Allah tha wa aqimul wazna. Prandaj aqimul wazn i vjen matni me drejtësi. Jo veç peshoret e perimeve të pemëve, jo, matni me drejtësi njerëzit, mos i jeni haknjerit, nëse këtë meriton, është kuadra, jepeni vend të merituar. Andaj nëse njerëz masin me peshorin e Allahut te barekutaala, kuadrat e afta nuk bredhen rrugëve, nuk qesin kafe, po janë vendin ku meritojnë. Nga se standard nuk bëhet përkatësia partijake e afërsia me pushtetin, por bëhet drejtësia që njeriu e meriton me fitu. Apo? A shpesh njerëzit paragjikohen mbi bazat të përkatësisë, të pamjes, të adhurimit, të besimit, dhe këto fatkeqësi janë pengesa që njeriu të avancohet. E kjo është zullum, kjo padrejtësi, nuk bën me qenë kështu, nuk ndodh. Në drejtsinë e Allahut shfaq. Prandaj të ndrozur, Allah na mëson yaqimul wazna wala tukhsirul mizan. Që Allahu thotë matni me drejtësi e mos e prishni mizanin, mos e prishni, se ka një që e prishni mizanin. E ke pa për shembull të ndrozur, ajo është e përsaktuar, 1 kilogram sa është, e përsaktuar është sa është, apo? Sa grami ka, miligram sa i ka, është e përsaktuar. Edhe nëse peshoni është e shtrënguar si duhet, apo? Ajo ma drejt, gjithë ka dhënë 1 kil sa është. Ama nëse a zotnia është lakmiqar, e a lëviz pak rrotën për mas, apo? 1 kil del aty, po 1 kil në kesë nuk është, apo? Prandaj edhe njerëzit sot, deklarata thojnë, ata flasin, na duhet me qenë të drejtë dhe të njeriut, ama dikush është ka ja prek rrotën për mas, apo? E tani s'po del gjithë ka i kila, thon. Do drejta po jam për da, mas jam për da. E pse s'po më del mu që është drejt për njëjtë? Pse kur dikush për shembull po kërkon me pas liri, ka drejt. E kur dikush po kërkon njëjtin se me kërkull liri, ajo është rrezik, ka drejt. E pse më rrallapton? Me çfarë peshore për mati? Dikush e ka nguc po gat për mas. Dikush e ka nguc se mëse është e drejt, të komë kon drejt. Andaj Allah tha, mos e ngusni, lëni se ka da Allahu xhallahu drejt, kur do që meriton këna mja dhon. Andaj pejgamberi s'ka ka marr hakun kërkuin ato. Drejtësi. Drejtësi ato. Sa janë mundu me hulumtu njët pejgamberi s'kan gjetë asnjë rast kur ai ka shkel mbi drejtsinë ato. Kur shikoni për shembull hartën e parë që ka ndëshuar me jehuditë e Medinës ato. Që kozot karta e parë e drejtave të njeriu që ka ndëshuar. Kush e ka prish? Kush e ka prish? E ka prish jehudit, kanë tradhu. E u dosh pastaj me marr masa me i dëbue kështu më radh. Kur pejgamberi s'ka qenë i pari, ai që ka prish marrëveshjen. Kur ka bu marrëveshjen në Hudebie të disfavorshme në aspekt në jashtëm me vetën dhe pasuesët e tij. E dini marrëveshjen në Hudebie. Edhe pse ka qenë e favorshme për Kurajsht e Mekës, prap s'kan bu sabër, një vjet e dytë kanë prish atë. Ka se njerëz që se kanë drejtsinë parim, s'mund me tu me ta bë. Nga se dallon me pas drejtsinë parim njët, edhe se shet për kur gjë, edhe nuk e shkel për kur gjë, edhe me pas drejtsinë interes, që e përdor kur ki interes. Kur s'ki interes, e në pshela. E fatkeqësisht në shumicën e rasteve sot drejtësia nuk është parim, është interes atë. Prandaj janë lëviz atje përmas peshorës qysh i përshtatet interesave të tij apo. Ky ban, ky s'ban. E pse? Prandaj Allahu xhallahu ala përmend të ndërvozë në vijim manifestimet praktike të peshorës. Duke filluar nga besimi në Allahun azza wa jall, nga udhëzimet e vlerat edhe tek jetesa mbi sipërfaqen e tokës. Shikoni çka Allahu tha: "Wal arda wada'aha lil anam." Këtë tokë Allah e ka vendosur, e ka bërë të shesht, të përshtatshme, të përgatitur për të jetuar mbi të kush? Krijesa që Allahu ka dohisën. Apo? Edhe kofsht, edhe bimët, a ka nisën tokë? Edhe njerëz ka nisën tokë, apo? Andaj të ndërozër, parimi i shfrytëzimit të tokës, apo fatkeqësisht shpesh herë ndahet në bazën e interesit të fortëve ato. Ati duhet një vend ka me ta marrë, i joti, s'është joti me babgjush, mu më vynë ato, apo? Po mirë, me çfarë drejtë ti e privon dikon nga toka e tij? Me çfarë drejtë apo? Me çfarë drejtë ti e preshton dikon nga toka e tij? Me çfarë drejtë apo? S'ki drejtë Allah. Wal arda wada'aha, e ka vendosur këtë caktim e Allahut është. Prandaj të vëllezër, ka thonë pejgamberi, kush e merr një pllum tokë pa hak, vllot vet, i hin megje,
ja merr kojshis, një plom kush e merr, pa hak, pa drejt. Thot, ka me lidh Allah me 7 palë toka të gjykimit, me ngulfat, me barë tron dhe pesh, të pa përballueshme të dënimit për krimin që ka bërë, një plom ato. Ç'kjo drejtësia Allahut azza xal, me respektu kojshin, me respektu hisën, pronën, nga se prona, hisja është e shajt, nuk bën me cënum, nuk bën me shkel, nuk bën me rreziku kërkon kush do qoftaj, në pronën që ati ta kanë. Ja sa Allah wal arda wada'a lil-anam. E kur ka këtë respekt, ka rahmet. Që kjo rahmeti Allahut azza xal, të respektohet prona, të respektohet përkatësia, të respektohet e drejta e jetuarit e kështu me radhë. Pse do njerëz kanë drejt më shumë me jetu se të tjerë? Pse do fëmijë kanë drejt më shumë me u shkollë se të tjerë? Pse? Për çfarë arsye të mëson? Pse? Andaj shikoni sa padrejësia sot ndodhen për botë fatkeqësisht apo. Pse nuk kanë drejt për shembull banorët nga Gaza me pas të ri? Pse s'ka drejt ata? Pse ata s'ka drejt me ato me tokë? Pse s'ka drejt me ato me tokë? Pse? Pse i njëjti sen kur dikun tjetër përzitet, është çortimi i madh, shkelje e madhe. Pse këto është shkelje vëllai? As janë njerëz ta? Andaj që ta hu rahmeti. Edhe pastaj komunikimi mes njerëzve bëhet mbi bazën e armiqësisë, e urrejtjes, jo dashurisë dhe mëshirës, për shkak se është prish peshorja edhe njerëzit mendojnë se kanë drejt më shumë se do të tjerë. Do janë më njerëz se do të tjerë. Dikush më pak njerëz se dikush. Kush ka ngjë drejt vëllai? Krejt jemi njerëz. Këtë kemi drejt të barabartë në shfrytëzimin e begative të Allahut te barekutaala me bazën e preardhjes, e lashtësisë, e përkatësisë, e standardeve që realisht përcaktohet me to prona edhe e drejta e dikujt mbi tokën që ai jeton atë. Andaj Allah tha wal arda wada'aha lil anam. Ai ka vendosur këtë tokë edhe ka bërë çështë për to mirësi afton dhe tha Allahu xhalla fiha fakihatun wa nakhlu dhatul akmam. Nga begatit është se Allah ka lënë tokë, domthon pam shishme dhe hurme dhatul akmam. Dhatul akmam të rozën, domthon Allahu përshkruan domthon bukurinë e pemës së hurmës kur ajo je frytin. Keni pa domthon kush e ka pa, është trungu i bukur, pastaj degët e pastaj në deg del një fryt i cili pastaj ka degëzimet dhe kur kapët në atë pjesën e sipërme është si një lloj ene e rrumbullakët e mbushur me frytet shumë të atë hurme vaftën. E Allahut edhe këtë jemi kujdes qysh me i shpërnda, qysh me i pjekë, qysh me i nda, që t'jenë të shishme të mira për ju vaftën. Pastaj Allah tha, wal habbu dhul asfi, wal rejhan, edhe nga mirësit Allah të është se Allah gjallë wala, hab ka mundësu që e ka kryu farën dhe drithin që nga i të bëni buk edhe mirësit shumë ta, dhul asf, që shikoni, subhanallah, një pi komenteve që, po du me përmen ka fundi me shku, një pi komenteve që është wal habbu dhul asf. Për shamë të ndëllëzën, gruni, e ka frytin që ne hajmë edhe i ka fletat anash, ne ato dhe si hajmë, apo, ato bëhen kasht, apo, andaj Allah thot, më e mira e një fryti është e juvja, tjetër është e kafshë, apo. Që ne hajmë na? Për shamë, ne hajmë na frytin, ne hajmë na gjithën, që hajmë na, jo ne hajmë na matë miren, e që jetë është për kafshët. Shika, kujdes edhe për njëra, që me të risu adhurimin, me të ashtu falëndërimin. Dhul asfi war rejhan, edhe rejhan të ndërlozër është bim aromatike, që të bëni parfum me erë naftën. Gjitha këto që Allah i ka pranë të ndërlozër, jenë begatit e Allahu të barekutaala. Edhe këtu Allahu të regonë se, realisht, për shembull të ndërlozër, hurme është bazike për ushqim, drithë është bazike për ushqim, po bim aromatike nuk është bazike për ushqim. E përzira mes asaj që është bazike edhe që është bazike, realisht të regonë, qëka të regonë? Mas pari, për sësmërin e krimit e Allah të zgjën. Urëtësin e Allah gjellë që t'ja ndonë gjdo kujt, a që i takon dhe i përshtatët për trupin e ti. Me ongën njëri ushqimin e kafshëve smut. Shaban lukëti, apo? Shaban me ongën ushqimin e kafshëve. Andë nga urëtësia Allah të është se Allah i ka mësu njërin që ka i bënd dëbi. Dhe ja ka mësu që ato njëri me ongën ato. Nësa pjesë e mbetur për kafshët. Pse? Pse ju përshtatet në përpunimin dhe konstruktin e brendshëm organik që ata e kanë ato. Andaj kemi përsosmëri, kemi urësia, çka kemi? Kemi bukuri, pamje të bukura dhe aromë të këndshme. Dhe me këtë trekëndsh Allahu prezanton, domon krijimtarinë e tij të begative në raport me njerëzit. Gjithçka është e përsosur, gjithçka është në vendin e vet, me sasi dhe pozitë dhe ndarje dhe është e bukur gjithashtu, e këndshme dhe tërheqësa. Ç'kjo është Allahu Azza wa Jall? Ç'kjo është i mëshirshëm të ndërlozur
deri këtu. Andaj Allah tha, pas gjithë kësaj këtij udhimi nga allama al-Quran deri te hurmja e gjithë e gruni këtu më radh, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Atëherë cilën nga këto begatitë Allahut realisht keni arsye me mohu. Cilën? Edhe këtu ka në dysi tukadhiban. Ka në dysi për dy palë. Disa ulema kanë thonë se është qëllimi njerëzit dhe xhenet, e disa kanë thonë është për qëllim realisht qasja vetëdijsuese për njeriu, qoftë besimtar apo jo besimtar. Qysh ka nevojë jo besimtar të vetëdijsohet për begatitë dhe falërimin, ka nevojë edhe besimtari. Mirë po, pse kjo pjesë përsëritet 31 herë në Kur'an? Dhe çfarë mesazhe ka? Do të vazhdojmë me këtë përgjigje inshallah në takimin e ardhshëm, që Allah thot fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Vazhdo Allah me prezantu begatitë, e mirësitë, e kujdesin e tij që ne ta kemi më lehtë adhurimin, njohjen e Allahu xhallahu ala dhe ndërtimin ndaj tij. Gjithë janë në shërbim të njeriu dhe në fund pyetja fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Ata cilën begatitë Allahu xhallahu ala nga këtu e tjera ju keni drejt, keni arsye, realisht për shkak të saj Allahun më mohu. Cilla? Sa nga këtu begati u jap të drejtën, mos e besoni Allahun xhallahu ala. Përkundazi, ke këtë begati realisht të thrasën e besim, të thrasën e adhurim, dhe jo në të kundërtën. Shiko Allahu so bukur, domthon e trajton njeriu më së pari me respekt, pastaj edhe me një lloj pyetje që duhet më dhon përgjigje. Cilla begati, cilla? A thua Kurani po të bën me mohu Allahun? Jo, s'është e mëshme. Kurani thret tek Allahu xhallahu ala. Krijimtariut, a ka në trup njeriu diçka që është arsye për me mohu krijuesin? Absolutisht. Të folërit, aftësiat menduarit, këtë begatit, thrasin tek Allahu xhallahu ala. E Allah thot, e pse s'po beson pra? E pse s'po adhuron pra? Cila është e begati që të ka iritu e të ka bo me u largu nga Allahu te bareke ve teala? Dhe kjo pyetje thash 31 herë bëhet mbrana 78 ajeteve. Pse Allah bën këtë pyetje? A është kjo pyetje e ndëlidhur me komplet surën apo me çdo ajet në veçanti? Dhe ç'është është përmbajtja reale e kësaj pyetje? Inshallah do të jetë fillimi i trajtimit të komentit javën e ardhshme së bashku me ajetet vijuese që do të kena mundësi me trajtu inshallah në kuadrin e surës Ar-Rahman. Allah na mëshiroft me mëshirën e tij, na mësoft Kur'anin, na kthef në origjinë e na mësoft që mjetet që Allah na i ka dhënë ti shfrytëzojmë dhe shërbejmë me to në raport me adhurimin ndaj Allahut dhe besimin ndaj tij, dhe na mësoft që të jemi pjesë e kësaj krijimtarie të disiplinuar që i nështrohet dhe i bindë Allahu xhallahu ala në mënyrë të vazhdueshme, pa kontestu, pa hezitu dhe asnjëherë pa e kundërshtuar Allahun te bareke ve teala. Zoti shpërblet me kaq personte, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammedu ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira.